Të nderuar bashkëvendas të komunës së Drenasit, nga pozicioni i anëtarit të Kuvendit Komunal, përmes këtij video materiali, dëshiroj të ju njoftoj që sot me datë 11 qershor 2015, në zyrën e kryeprokurorit të shtetit kam deponuar një kallëzim penal. Kallëzimi penal është kundër operatorit ekonomik Vllazërit Thaçi me Selinën dhe Pushnik të Drenasit dhe kundër zyrtarëve përgjegjës të komunës së Drenasit në mas përmbushje të kontratës rreth dhënies me koncesion stacionit autobusëve në Drenas. Kallëzimi penal gjithashtu shkon edhe kundër zyrtarëve komunal të Drenasit për abuzim me pozitën zyrtare, pra mas monitorim efikas të gjithë punimeve që janë bërë në stacionin e autobusëve. Dëshiroj që në pikat shkurta t'ju njoftoj se si ka filluar gjithë kjo histori. Në vitin 2012 me 8/6, Kuvendi Komunal në atë kohë kishte marrë vendim se të shpallej stacioni e autobusave me koncesion. Me 4 janar 2013, pas gjitha procedurave, kompania në fjalë, pra operatori ekonomik Vllazërit Thaçi, kishte fituar të drejtën dhe kishte nënshkruar kontratë me komunën e Drenasit. Kontrata parashihej që të zgjaste pra koncesionimi i stacionit zgjaste 40 vite dhe prej vitit 2013, pra në janar kur ishte nënshkruar kontrata, deri në vitin 2018, shuma që parashihej të investohej në stacion ishte 6 milion e gjysmë. Ndërsa për vitin 2013 dhe 2014 që po i lëm mbrapa, kompania në fjalë është dashur të investojë 2.560.000 euro. Pra, në vitin 2013 është dashur të investohen shuma prej 650.000 euro, përderisa në vitin 2014 1.910.000 euro. Mirë, po kompania në fjalë nuk e ka përmbush këtë pikë të kontratës dhe me një komunikim që kanë pasur në muajin nëntor të vitit 2014, zyra kryetarit komunës tonë dhe kompania në fjalë, kompania deklarohet që deri në fund të vitit 2014 ka investuar vetëm 526.114.27 euro, që do të thotë mbi 2 milion euro nuk janë investuar dhe me këtë është dëmtuar kuptohet qytetari i Drenasit. Përveç këtij dëmit, dëm tjetër që është shkaktuar realisht komunës së Drenasit nga operatori në fjalë është edhe ndryshimi i projektit pa miratimin e komunës së Drenasit. Siç mund të shihni tek kjo fotografi, këtu është tek rruga që kalon nëpër Drenas, përderisa kjo është rruga Komoran Skenderaj. Pra, siç mund të shihni, kompania në fjalë se parë është dashur të ndërtojë nënkalimin, pastaj bën hyrjen në stacion të autobusëve dhe nuk ka fare dalje. Ndërsa, siç e dini, në realitet tek stacioni i autobusëve nga rruga magjistrale sot ka hyrje dhe dalje. Dhe atë pa ndërtu fare nënkalimin. Mos ndërtimi i nënkalimit do të thotë që ka rrezikuar dhe rrezikon për çdo ditë se pari mësorët që kalojnë në këtë pjesë e që gjatë kohës së shkollës janë me të vërtetë të shumtë në numër, me që kalojnë nxënës e shkollave të mesme nëpër këtë trotuar, dhe në anën tjetër rreziku më i madh është edhe për pjesëmarrësje në komunikacion me mjetet transportuese. Pse? Sepse siç dimë, rrugë në Drenas në të dy anë të shtatëpjetit, që do të thotë, nëse një autobus dëshiron të hyjë në stacion dhe në të njëjtën kohë ka mësorë që kalojnë nëpër trotuar, ai autobus duhet ndalojë. Me ndalimin e autobusit duhet ndalohet secili mjet që është pas tij, me që ato është vije plot dhe nuk lejohet te kalimi. Dhe mjeti i fundit që dëshiron të kalojë binarët pra hekurudhën dhe nuk i sheh që në tjetrën anë ka kolon, ai automatikisht i bie që të ndalojë mbi hekurudhë dhe me këtë rrezikohet jeta e gjithë pasagerëve që janë pranë atë mjet. Pra kjo është i dëm i madh tjetër që ju ka shkaktuar gjatë kësaj kohës komunës së Drenasit. Dëm tjetër që kjo operator me mos përmbushje të kontratës i ka shkaktuar komunës së Drenasit, respektivisht qytetarëve të saj, është që në atë kohë me siguri ka pas operatorë tjerë që kanë qenë më serioz, dhe me siguri do të kishin mujtë me realizu premtimet respektive zotimet e kontratës. Me këtë, komunën e Drenasit dhe ashtu të varfën e varfën edhe më tepër dhe e kthen plot 3 vite mbrapa. Dëmi tjetër që ky operator i ka shkaktuar komunës së Drenasit është edhe vazhdon edhe tjetër sa të kësaj dite është që kanë kërkuar që të tërhiqen nga kontrata. Kryetari i komunës sonë në mbledhjen e datës 29 shkurt 2015 kishte sjellën një propozim vendim ku kërkohej anulimi i kontratës. Ai propozim vendim, sado që nga shumë nga anëtarët e kuvendit u kërkuar që të sillen materiale shtesë, çka ka ndodhur në të vërtetë, pse po anulohet të gjitha e kontratë, nuk kishte prapë morri vendim që kontratat e anulohet. Për çudi,
Operatorin e fjalë ende vazhdon të taksoj ose të mbledh taksa ose tyra e autobusëve që hyjnë dhe gjitha mjeteve tjera që hyjnë dhe dalin nga stacioni i autobusëve. Për këtë rast është e njohur realisht edhe policia në Drenas. Në anën tjetër, zyrtarët përgjithësisht komunës së Drenasit, sikur kanë sy të mbyllur në gjithë këtë situatë, me këtë, për mendimin tim, ata kanë abuzuar me pozitën zyrtare, duke lejuar kompaninë që në një farë forme të veprojë sipas tekeve të saj, jashtë çdo marrëveshje dhe zotime që është para parë në kontratë. Është e çuditshme që garancioni bankar, që kjo është përgjegjësi direkt e zyrtarëve përgjegjës të komunës tonë, garancioni bankar i cili parashihej që për 2 vitet e kaluara, pra vitin 2013 dhe 2014, prej 510.000 eurove nuk figuron. Të paktën mund si antar i kuvendit dhe si qytetari i Drenasit, duke i mbështetur në 2 ligje në fuqi, ligjin për qasjen dokumente publike dhe ligjin për veçërisje lokale si antar i kuvendit, që kam kërkuar informacione shtesë rreth gjithë materialit rreth çështjes së kontratës pra të operatorit ekonomik vëllezërtashi dhe komunës së Drenasit, nuk më është dhënë ai dokument, që do të thotë ai dokument edhe mund mos ekzistojë dhe mos ekzistimi i tij është vepër penale nga zyrtarët përgjithësisht të komunës së Drenasit. Është edhe një fakt tjetër interesant e cila për mua si antar i kuvendit është me të vërtetë pa kuptim. Ne me datë 29/4 në mbledhjen e kuvendit komunal nuk pa të marrë vendim që të shpallëm stacionin e autobusave, dhënien e stacionit të autobusave me koncesion, pa u bërë prerja e punimeve ndërmjet komunës tonë dhe operatorit i cili kishte menaxhim deri dje, realisht që ka dhe sa. Fatkeqësisht, shoh që në webfaqet e komunës me 8 maj të këtij viti është shpallur, është bën një shpallje publike që stacioni jepet me koncesion. Unë kam pas në relacion komunikime edhe me Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal, ministri e cila monitoron punën e kuvendit komunal, dhe ata më kanë thonë që ne nuk jemi përgjegjës rreth asaj se a është ndryshuar vendimi apo jo nga ajo që është marrë, sepse ne kemi dërguar tek një ministri tjetër e linjës e cila merret me këtë çështje, që do të thotë që zyrtarët e komunës tonë jashtëligjshëm, domethënë e kanë deformuar vendimin e kuvendit komunal, cilin konkretisht në këtë rast e kam cekë edhe te kallëzimi penal dhe është si fakt, domethënë shtesë në këtë kallëzim penal. Pra, komuna jonë është dëmtuar mjaft me mos përmbushje të kësaj kontratës, por komuna jonë vazhdon të dëmtohet edhe sot e kësaj dite. Për çdo informatë shtesë rreth rezultateve të kallëzimit penal dhe gjithçka rreth stacionit të autobusëve do t'ju mbaj të informuar. Faleminderit për mirëkuptim.